Personi një eliminim i pa pritur për ju? I pa pritur. Këta ndeshje që zgjidhen me i gol. Më vjen keq sepse djemt luajtën mirë, krijuan raste, duhet i shfrytëzoshim. Them që në total ka ndeshje shumë më mirë e ju nëse e tyne, dhe minutë 30 kena kanë shumë superior që rekoshin e pjesë parë. Ato e rriten për pa raste, për me përjashtim një rastit, ne kishim shumë raste në pjesën e parë. Pjesën e dytë e filluam me mash më tepër, luajtëm më mirë, po atë me rastet tona. I humbë, aja është e pafalshme. Duke shënu, duke kanë port, hash një kundërsulm tillë, është gjëna. Më vjen keq për djemt, më vjen keq për tifozët që ishin në stadium. Duhet të ecim para, ndeshje shumë të rëndësishme të hanin. Sa ndikon preferencën në kampionat ky eliminim për? Jo, ne normalisht mërzitesh edhe të vjen keq, as më tepër kur ban lojë, krijon raste, por nuk ka vend për mërzi. Kampionati është fokusi jonë primar, pavarësisht se e doshim me kamulje edhe finalen e kupës, nuk e arritëm, megjithatë i them djemve të çojnë kokën lart sepse bani ndeshje të mirë, pa çka se disa gjëra të vogla bajnë diferencën, ashtu siç pësu me golin, nuk duhet nollë, mund shënoshin në një pozicion tjetër, po ashtu siç na dëmtuan, ishte e pafalshme. Kur vjen puna për garancia, profesor, titulli është ajo çfarë duan shkodranët dhe në fakt sa garanton kjo vllaznia për ta fituar titullin deri? Sa besoni? Sa garanton dhe sa besoni? Besoj verbrisht, besoj dhe e besoj fort. Sepse kam thënë edhe herë, kam ekipin më të mirë, kam djemt më të mirë, kam djemt më luftarak, kam djemt më kamuls. Më mërzit fakti që i humën sot, sepse nuk e merituan të humshin. Ne jemi në vend parë, edhe du të vazhdojmë me majtë vendin e parë, kena objektiv më rritë. A më merë një kartonikush, profesor, tek rasti? U dote, kam bërtit fort, fall, mund të ishte kartele kuqe shëmbullaj me gjithë dhe iku, u baja punë, nuk u dote që bregu për asë një moment nuk duhet ishte vete me malen në ato momente. Thash një fragment, bëni diferencë në nëshës. Profesor, pse aq pak forca mbrojtëse në atë moment? Aq pak forca mbrojtëse në atë moment. Të duhet ta shofësh, nuk janë pak, janë gjithmonë ashtu. Janë gjithmonë ashtu me përjashtim të një gjys markimi që u dote të bëte nga Jagoja, ishte pak më mrapa, pjesa tjetër ishte vendosur okej, që ato ishte mrapa, tentoj me gjujt portin, i topi këthujmë aksidentalisht, ishte rasi, nuk është nemi, thash, më vjen keq sepse është një moment që u dote të ishim më të kujdeshëm, të ishim më të qetë në atë moment të lexoshim lojën më mirë, u dote edhe një mendaj mrapa, gjithsesi gabum. A nën presioni tek vllaznia në Elbasan? Jo, absolutisht jo. Shkojmë në Elbasan me banë ndeshjen tonë, lojën tonë. Thash unë djemt kanë vite me shpinë, kanë kampionate me shpinë, nuk ne kanë as pak. Profesor, ka një përgjigje për Bismarck? Jo, faktikisht sonte ose nesër do kemi një rezonancë përfundimtare dhe besoj që do të jetë me ne. Faleminderit.